Cifti Ellie ka një pamje kaq charmante, ata duken si dy hyje Hollywoodi në një foto të shkrepur, ata janë e kapur mat nga fansat të cilët i kanë neutralizuar duke i kërkuar foto e duke i marrë autografe. Ky moment padyshim ka qenë i veçantë për Ciftin Ellie që gjithnjë marrin kaq dashuri nga publiku i gjerë, ata i duan dhe i vlerësojnë të gjithë dashamirësat. Por momenti më i bukur është kur shohim që në krahet e Luizit ndodhet Lunushi, e cila në çdo moment kërkon çuçun e hutuar. Lunushja është e rritur dhe për Marshalla detaj tjetër, shihen flokët e saj kacurele, ndërkohë që Luizi e mban gjithkohës në krah. Kiara e përkedhel nga flokët dhe i jep cucu. Babe e bie janë shumë të lidhur. Edhe në çdo event që ka mami Kiara, gjithashtu nga krahu tjetër, në çdo pushim apo mundesi që ka del menjëherë në prapa skene dhe bisedon me Luizin dhe përkedhel të voglen e vet, ndërkohë që Luizi është si pjesëtar i familjes duke bërë biseda me kameramanet dhe stafin e regjisë. Padyshim janë Cifti më perfekt i showbizit. Kujtojmë se Luizi është i ftuar në mbrëmje ku do të performojë tek spacën e autostrade, ndërsa Kiara ju kujton që të bleni biletat për të parë Kiarën live. Ju urojmë vetëm lumturi dhe i pafshim të lumtur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.